Territori i Kosovës për datën 12 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme duke sjellë vranësira dhe reshje lokale shiu në disa zona. Paraditja do të shoqërohet me reshje shiu kryesisht në pjesët perëndimore dhe qendrore, ndërsa pasditja vijon me mod të paqëndrueshëm dhe intervale me vranësira. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 12 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:30 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 4 deri në 11 gradë Celsius. Podujev 3 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj 3 deri në 11 gradë Celsius. Pej 4 deri në 10 gradë Celsius. Prishtinë 4 deri në 11 gradë Celsius. Gjakov 3 deri në 12 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan 3 deri në 12 gradë Celsius. Ferizaj 3 deri në 12 gradë Celsius. Kaçanik 3 deri në 10 gradë Celsius. Suhare 4 deri në 13 gradë Celsius. Prizren 3 deri në 13 gradë Celsius.